pra ka filluar në fakt biseda para se ne të hymë në transmetim, kështu është ku ke 3 femra të fuqishme, të bukura dhe mjaft profesioniste në profesionet e tyre, do të flasim në fakt se çfarë preferojnë më shumë, mikun ta presin në shtëpi, ta presin në restorant, qoftë një drejt biznesi ku të bëhet në shtëpi apo në restorante, do të flasim për të gjitha këto. Moza Balla, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. Moza ndërkohë është koordinatore internacionale dhe Taste of Peace, pra shija e paqes, mirë se erdhët. Anilia Konomi, mirë se erdhët, stiliste. Mirë se u gjeta. Tash mike e emisioneve tona. Ja dhe Silvia Baltadori, një business woman, që mua më pëlqen shumë ta konsideroj të tillë, edhe një opinioniste mediatike, tashmë Silvia njihet që jep opinionin e saj të sinqert me pikat mbi i. Domethënë është gjithmonë mjaft të sinqert. Mirë se erdhë. Faleminderit, mirë se u gjeta, kënaqësi e veçantë me ju. Më kishte marrë malli vërtet. Mirë, kishte marrë malli. Normalisht të merr malli, po problemi është që po dohet na takoj, do na ftoj në shtëpi apo në restorant. Do kisha kënaqësinë të thoja edhe në shtëpi juve, megjithse jam i thare absolutisht jo derën e shtëpisë dhe varet se çfarë koncepti ka gjithsecili për jetën, mënyrën se si ai e konsideron mikun dhe e trajton dhe në fundit çfarë do të thotë fjala mikpritje. Kjo është relative, është subjektive. Mua më duket një absurditet shumë i madh që një njeri konsiderohet mikpritësh, që ti biesh zilës së derës kur të do ty qefi, në çfarë do lloj marrëdhëniesh. Unë edhe babain tim e kam pasur problem. Pensionist i hypte biçikletës, vinte shtëpia ime është tek medreseja dhe ai kishte kënaqësinë vinte pa lajmëruar. Shtëpia ndërkohë rëmuje aty? Por mua, jo, rëmuj nuk e kam se faleminderit kam teftën që më i bën punën dhe nuk konsumohet sepse për hir të kësaj unë shtëpinë e kam shumë të shenjtë, po pavarësisht kësaj fjale, unë mendoj që shtëpia të përfaqëson ty dhe është absolutisht privacy e jotja. Dhe kam dëshirë punoj natën deri vonë në kompjuter, nesër kam për të dhënë leksione, varet se si e kam jetën time kotidiane. Kështu që mua nuk më pëlqen fare, nëse një ditë do të çojmë vonë dhe jam qoftë edhe me këmishën e natës dhe me penuarin, të më bjerë bukur zilja e derës dhe të shoh një surprizë që më vjen kushdo qoftë, të më marri kohën të cilën unë e kam shumë të shenjtë. Në shtëpinë unë e kam thjesht. Duhet të marrin telefon para. E kam një guack, një emblem në shtëpinë, në të cilën është shumë e vështirë të hysh në shtëpinë time, i paftuar. Sikurse njerëzit që më japin kënaqësi, ashtu siç jam dhe me tuta pa meka, janë të mirëpritur të vinë gjithmonë. Siç është për shembull rasti i mikes së zemrës time, Moza Ahmeti, që ka ekskluzivitetin e shtëpisë, i kam bërë me Chelsea. Më besoni? Kështu që dua të them, fjala mikpritje nuk do të thotë që ti të presësh njerëzit në shtëpi, absolutisht. Jeta është shumë e ngarkuar sot. Mua më kujtohet edhe përpara viteve të demokracisë, unë isha në gjimnaz, isha studente me motrat e mia dhe ishte kjo tradita që fundjava, që mamai me punonte tërë javën, po kështu dhe babai, ishte ushtarak karrierë, ishte shumë i ngarkuar. Punonte pa orare, me shërbime dhe jashtë, Shqipërisë aq rrallë sa ishte po ishte. Dhe ne mësonim se ishte ajo mesatarja e famshme, ishim shumë të formatuar, të edukuar, që duhet të mësoje shumë. Dhe fundjava ishte gjithmonë me gjyshen që vinte, qoftë nga nëna, nga babai, her pas here, ishte shumë kënaqësi e madhe që vinin disa ditë. Të dyja gjyshet e mia nuk jetonin në shtëpinë time. Dhe e mamas edhe babait jetonte me xhaxhain tjetër. Ishte gjë e bukur kur vinin kushurinë, po kuptova që kur ishim të vegjël kjo kishte merrje një kënaqësi të veçantë. Por kur bëj bilancin e gjërave dhe ato ufet e mamas ndonjëherë, e cila nuk ishte lavastovile, duhet lante enët, e cila punonte tërë javën edhe ditën e shtuna ishte ditë pune. Një diel që ishte konsideroni nuk ishte bojlera në kohën tonë, kush ishte me fat dhe ato familjet e pjacës kishin atë dushin me vajgur, që unë ja 2 herë desh jam djegur, edhe kam dalë nudo për jashtë, dhe kishin ardhur mysafirët, po patjetër se ishte e diel. Dhe nuk ishte ajo kultura, të jemi të sinqertë, që të për ditë të hyje në dush, të mos krijojmë fasada të rreme. Këto ishin kushtet. E para kishte edhe një kostë ushqimi. Prindrit ishin buxhetor. Vërtet, babai merrte pothuajse 2 fishin mamas, po nuk ishin tëra familjet shumë. Ishin në fundit buxhetor. Dhe kishte një kosto. Dhe atë pilafin me pulën që kishte të dielën, apo atë byreku në furme, atë supën kuptohet me copa mishi që bënte mami, ishte një gjë që do ndahej. Një pul do ndahej dhe nëse familja ishte 3 motrat edhe prindrit, vinin edhe 4 të tjerë. Ishte gjë e bukur se ne ishim fëmijë nuk e kuptonin, me donin mrëmujën, por aman mamaja duhet të e kuroste, se nuk na linte. Ndoshta tani që je bërë vetë nënë dhe e ke kuptuar më mirë të gjitha këto peripeci. Absolutisht, dhe unë mendoj që nuk është fjala mikpritje që ty të presësh njerëzit në shtëpi, të bësh dreka darka e tjerë. Okej, shumë bukur, kam kënaqësinë time që ta bëj atë drekën, se sot është frigoriferi plot edhe ne po i hedhim gjërat, shumë herë për fat keq, por e ke mundsinë.
Kurse një darkë, një drekë dikur ishte vërtet që ti duhet mendoshe mirë. Të bëje pazare, mbi gjitha ishte vetëm një djelë. Si du ta kalon të kjo grua? Me fëmijët e saj, me burin, unë mbaj mend që dilim nga liçeni. Me mamin, me babin, ka qenë vetëm një restorant, që ka qenë shumë i këndshëm dhe unë pëlqeja shumë ato qoftet. I hidhin ata pikante gjëra dhe ishte bukur, shoqëroj me sallatën dhe pataten. I bie që këto duke shtuar këto kaq shumë restorante na kanë bërë që të largojmë ato dashurinë që kishim për shumë e mirë. Unë them, është një komoditet jashtëzakonisht i madh që ti unë ditëlindjet e fëmijëve nuk i bëj kurrë në shtëpi. Absolutisht. Varet edhe nga financat që ka çdo familje tani. Marr shoqe të vajzës për kënaqësinë e vajzës sepse do një shoqe të ngushtë her pas here, mami do flej tek unë. Unë e kam elementin e bezdisjes, por kur shoh kënaqësinë që merr vajza ose shoqja që e kuptoj e ndjej që ajo e do shumë vajzën, okay, po unë kam kushte të tjera sot, kam një shtëpi shumë të madhe 3 kaçe, kam një grua që mi bën të gjitha, gjëra shumë të vogla. E pash kuzhina është e ndar, ato janë dhe si laj, i lë ndonjëherë për hir të vërtetës atë darkë, i lë aty se them dhe nesër fundjavë po mbush lavastoviljen. Okej. Është një angari shumë e madhe sepse ti sot ke të tjera pritshmëri për veten si individ. Unë kam pritshmëri shumë të mëdha për veten. Dhe punoj për para, por nuk punoj vetëm për para. Unë punoj që të kem një emër të mirë, të jem një profesioniste shumë e mirë. Dhe kjo padyshim kërkon që unë të studioj, të trajnohem vazhdimisht, të marr pjesë në konferenca, të jem pjesë e jetës sociale. Jam pjesë e një grupi, pra është përkatësia ndaj grupit, sepse unë dua të ndjehem e respektuar dhe vlerësuar në grupin tim të ngushtë. Ndërkohë ke këtë luks, po ke pasur edhe luksin tjetër që ke dikush që të ndihmon me këto gjërat e shtëpisë. Absolutisht, po nuk e kam të gjithë. Sigurisht. Unë kam kushurira, kam shoqe që janë intelektuale, po nuk kanë mundësinë time. Kam dhe të tjera që kanë mundësinë dhe më të mëdha se unë. Kalojmë pak Anila, për ty si është kjo pjesa? Në shtëpi apo restorant, pritja e miqve? Apo të atelje? Komplet e kundërt. Unë kam frekuentuar restorantet vitet të tëra, po thuaj se gati 15-16 vjeç, haja mëngjesin drekën darkën në restorant bashkë me familjen. Dhe tani kam një etje të madhe për të ftuar njerëz, sigurisht jo të gjithë mikeshat më të afërta, po thuaj se kemi si stacion, sepse edhe shtëpia ime, apartamenti im ndodhet me një pamje panoramike, domethënë që e shijojmë Dajtin. Dhe kemi kështu, domethënë, e ha mëngjesin sot e Nila dhe nisemi pim kafe në Dajt. Domethënë na është bërë unë vërtet, domethënë jam dakord me Silvën me ca gjëra që domethënë të prishet ajo rahatia, po unë duke qenë nga mëngjesi deri në darkë në atelje, unë tani shtëpinë e quaj atelje, të kundërtën dhe shtëpia më ka ngel vetëm hotel. Dhe kam ndoshta e kam dhe disi të trashëguar se familja ime ka qenë një familje e madhe, jo numeroze në numër, por se sa që ne në momentin që u rritëm u bëm me krushi, ne u bëm një familje, domethënë në momentin që një nga fëmijët martohej, krushit bëheshin pjesa më afërt e familjes tonë dhe pothuajse ditëlindjet, festat, viti i ri bëhej jo më pak se 20-25 veta që mblidheshim. Gatuani ju? Të gjithë gatuani. Por unë edhe tani që ftoj mikeshës, do thotë që gatuaj unë. I porosit për shembull? Jo, absolutisht, gatuajmë, se një nga kënaqësitë është gatuash, po dhe gatuajmë bashkë dhe lajmë enët bashkë, në fund nuk më ngelet mua barra, domethënë por të ikur. Por kam dhe atë luksin e mirë, sepse im shoq gatuan shumë mirë dhe është një ndër burrat mund të them ideal për sa i përket ta kesh në familje, jo për të tjera. Për të tjerat, secili ka veçoritë e veta, por në familje është nuk di rregull, nuk di që ena duhet i laj gruaja, ose nuk di që duhet gatuaj gruaja. Po burrat të tilla duhen sot. Por kundrazi, kur unë sa herë që ftoj mikeshat mia, është ai që gatuan dhe na e shtron tavolinën. Më fal, më duhet ta them Nila ndërpreva, do të jem e sinqert. Edhe im shoq, kur nuk kam teftën, Milane. O, bo, konkurenta e burrave këtu tani, kush është burri më mirë? Tash ti bën këto thonjt me xhele dhe kam gjetë një arsye. Ta lutem Gjoxhi. Ndërkohë Moza, mua më duket ndryshe nga ju, më duket e fiksuar pas atyre serviseve. Si e Moza? Domethënë unë pesat në shtëpi janë relative. Domethënë me të dyja kanë të drejtën e vet. Në momentin që merresh me shumë punë ose ke takime pune, patjetër do shkosh në restorant, sepse nuk mund të ftosh, domethënë një njerëz që ke marrëdhënie pune në shtëpi. Domethënë është pak sepse shtëpia është personale, është më ndryshe. Por unë jam atë që çka kam domethënë shoqëri shumë të ngushtë, njerëz të afërt, krushqira, unë i ftoj në shtëpi. Domethënë, në shtëpinë time është gati çdo fundjavë, gatuan dhe shumë mirë. Gati çdo fundjavë, shtëpia ime është minimumi është 12 veta, çdo fundjavë.
gati çdo, pothuajse çdo fundjavë. Shiko, është edhe një fakt. Jo, e pa përballueshme. Unë e fund javë marr makinën, i thos në zog ka këmbështrimi, është këmbështrimi. 10 veta fund javë. Në restorant, kur je me një mikesh, sikur nuk ke më pravesi, nuk je më intime në bisedë, sepse ke dhe të tjerë. Ndërsa, me thënë të drejtën, kur jam me mikeshat aty, mund të ngrej zëri, mund të qesh pa fund. Pra, Anila je për shtëpi? Unë jam për shtëpi dhe unë e praktikoj dhe këtë ma ka thënë një mikesha ime që është gati 8-9 vjetë me madhe se unë, po më thoshte që do vi momenti që do të shijojnë të drekat dhe darka, do të shijojnë në familje dhe mikesha do t'i ftosh në familje, unë jo, zbet fjalit, sepse preferoja vetëm restorantet, por tani si duket është se çdo gjë në jetë është konsum. Jo, jam dakord, në shtëpi edhe unë. Mikesha të ngushtë, siç ka mozën, silin do një tjetër. Po maksimalja ka qenë 3 dhe më besoni ka qenë e lodhshme. Padyshim në shtëpinë time mund të jetë dhe e përditshme, çaj, kakao, frutat, një ëmbëlsirë. Kjo është gjë tjetër, por që realisht të mblidhem në të jetë 12 është minimumi sa që është familja, motra, djemtë motra. Do kisha ikë nga Shqipëria po ka motra si që ke dhe mua kushërirë, të kisha ardhur të vish në knajsi. Jo, ne kemi me ditë për shumë. Hajtë se jeni të ftuar për krepa. Do më thënë, e kupton, aj si jeni të ftuar për një makaron. Për një makaron, pasta, shiko se kam, do më thënë, gjithmonë kemi... Jo ndë një angari e madhe që Jo, neve na shijon më tepër biseda, ajo që burrat, për shumë se shoqet e mja vinë dhe me burrat dhe burrat rinë në verandë, ne rinë në guzhim, shofim dhe një film. Pi një gotë verje, qetë, që vazhdoj të bëj, unë motrat i kam në Amerikë, njëra në Amerikë, njëra në Kanada prej shumë vitesh, dhe më kujtohet vera e fundit, unë kam një shtëpi në jug në Imar, por nuk është e madhe që mund t'i mbaj. Plus mami dhe babi që dhe ata jetojnë 6 muaj andej, 6 muaj kthej. Kështu që ata u stacionuan në një hotel ngjitur me shtëpinë time, unë në shtëpi, po motra e vogël me djalin ndeni në shtëpinë time se kisha dhe mundësinë. Dhe donte tjetra të vinte, e doja dhe unë në fakt, se dhe ajo me gjithë djalin, këtë vit ishin pa bashortët dhe vetëm në raste të tilla, ashtu sikurse edhe ditët në Tiranë, pavarësisht se ishin shumë në restoran ose tek mami, mblidhemi të gjithë kur vinë motrat nga Amerika, sepse gatuan dhe të gjitha japim kontributin, pa diskutim. Ka dhe lezet, se rim dhe në darkë, bëjmë muhabetet e fëmirisë, të vajzërisë, gjërat kanë ndryshuar, ne vetë kemi ndryshuar shumë dhe kemi pësuar dhe rritje të ndryshme, shumë herë edhe metamorfoza ka qenë shumë cilësore për hir të vërtetës. Sa që befasohesh që, ua, kjo është motra ime, ose ato, kjo është Silva tashti, se më kujtohet përpara asaj pseudoluftës që u bën në 97-ën, unë isha shumë ngarkuar me biznesin. Dhe kisha një mall shumë të madh që të kisha drega darga në shtëpinë time. Kuptohet, shtëpia ime ishte re dhe ishte, po kjo shtëpi që është ndërtuar. Atëherë ishte ndryshe, më besoni. Dhe atëherë më kujtohet përpara 97-s, unë nuk kisha ndihmë në shtëpinë ndonjë grua. Punoja shumë, puna që e tillë që bëja gjithçka dhe koha ishte pothuajse në Durrës gjithë jeta ime dhe në Vlorë, në Përdoganëra, në magazin këtu që shihej malli e tjerë. Por mblidheshim, atëherë vërtet, motrat ishin këtu deri në 97-ën, dhe mblidheshim shumë në shtëpinë time. Mblidheshim shumë, gatuanim një rëmuje madhe, mami bënte gjithmonë byrekun se unë sot e kësaj dite nuk di ta bëj, kam filluar këtë me petat gatshme, që mua më duket shumë. Pra për tonë të gatuaj. Jo, unë e dashuroj kuzhinën. Po mirë, për ta konsumuar, për ta konsumuar. Për sfidë do ju ftoj një ditë. Për ta konsumuar. Në darkë më pëlqen. Do pranohet sfida. Jo, gatuaj shumë dhe gatuaj shumë mirë. Por këto janë ditë shumë të veçanta. Po mirë, po këto e keni bërë ndonjëherë ju për shembull që ftoni miq në shtëpi, porosisni në ndonjë vend tjetër dhe shqirni sikur i keni gatuar vetë. Absolutisht, asnjëherë për gocën kam porositur vetëm pica. Sepse vajzën e kam jashtëzakonisht nazelie, një gjë të cilën unë nuk e dua fare, po ja plotsoj, dhe kur vinë shoqet, unë përpiqem t'i bëj gjërat e mia, se dua të më konsumoj këto verdurat, suprat me zarzavate, frutat, sallatrat, se i pëlqej dhe vet. Është një dashuri që unë kam për këtë lloj kuzhine. Por realisht më duket një gjë e jashtëzakonshme të bëj festat në shtëpi ose të ftoj njerëz duke gatuar në shtëpi. Duke pasur një ndihmë, kam zonjën që gatuan çdo ditë. Dhe për mua është, nuk e di, ato rëmujën që... Po mirë, më shpjegoj pak, pse të pëlqen restorante? Çfarë komoditeti gjen në restorant që si gjen në shtëpi? I kam gati gjitha. E di ku të shkoj të ha gjërat që dua unë, qoftë kuzhinën me frutadeti,
qoftë kuzhinën me mish të kuq ose me unë kënaqësinë kam gjithmonë kur vuaj. Absolutisht. Është e kundërta. E kam në telefon shumë ditë përpara nëse kam me vend. Dhe porosis në restorant kuzhinën që dua unë. Nuk ka të privatësi që po thoshte Anila që parë që jenë në shtëpi më privat, mund ngresh njerëz zërin, mund ndosh njerëz zërin. Absolutisht e ke privatësinë në një hall të restorantit, sepse shiko, kur ti ke një event, ti ke një diversitet njerëzish dhe kulturash të ftuar në një jubilet të vajzës siç e kisha unë 15 vjetorin, ose të djalit 20 vjetorin, ose jubileun tim. Jubileun tim ja futa kot se e bëra jashtë, nuk e zbresh pasaj. Me 2-3 shoqe të ngushta dhe kisha ato timen, jo. Dhe pastaj fus në një ultimandej. Nuk është kjo. Atëherë, unë kam shumë shokë të djalit, kam dhe 2 prindër të miqve të shokëve më të ngushtë të djalit, kam shumë miq të vajzës, shoqe dhe 2-3 prindër që i kam në zonën e ngushtë, kam mikeshat e mia të ngushta, kam dhe ca miq të ngushtë të tim shoqi, po kam dhe farefisin ca kushurirat para ose kushurinj, sepse janë jubile, pra ke një diversitet njerëzit dhe më beso nuk krijohet ajo pravësia. Edhe këtu, edhe në këtë sistem të vogël të familjes, ka disa grupe. Pra, ka 2 çuna xhaxhallash që shkojnë më mirë me këtë gocën e hallës, po me atë tjetrën jo dhe aq. Kjo afrohet me një mikesh, pra edhe këtu ke ndarjet e tua. Jo varet, jo çdo njeri mund ta ftosh në shtëpi, diskutohet. Pastaj varet se si e ke dhe ti konceptin. Varet çfarë të kënaqet dhe ty më tepër. Është dhe në atë restorant kur ti ke prenotuar ai holli i fëmijëve. Unë mendoj që është shumë komoditet i madh. Kuptohet, kërkon një mundësi financiare. Pikërisht, janë mundësi financiare që i kushtojnë tani. Po dhe të ftosh 60 veta që kisha unë në ditëlindjen e djalit në shtëpi, 60 veta opinionin e Anilës dhe Mozës. Unë është një gjë absurde. Në shtëpi harxhohet më shumë. Vërtet sepse ti nuk mund ta llogarisësh menun të prerë me thik ose verën se sa shishe verë do pish. Fillon me 1 dhe përfundojnë që secili pi nga 2-3 shishe verë. Neve na ndodh shpesh, Jo, ka një të drejtë. Është papagesë në shtëpi. Por do t'i blesh të gjitha gjërat. Se nuk blen dot vetëm 3 deg majdanozi ose nuk blen dot vetëm 2. Duhet i kesh se thua, hë, më duhet. Dhe vërtet konsumon. Plus që është kjo, për shembull unë kënaqësinë e kam dhe këtu, domethënë, sidomos Beari na mbledh në atë verandën e madhe, ndezim zgarën, tym, komshit dankohen në një prej tymit. Mua më pëlqen kjo pjesa, si jam shumë të restorante, kjo shumë me. Unë këtë vetëm në shtëpinë e plazheve. Vërtet mua më pëlqen, sepse edhe unë në fakt ambienti ku jetoj e kam, pothuajse më komod se mund të jetë në plazh, sepse është vetëm shikoj dajtin dhe s'kam asnjë vetëm pyll përpara, dhe ndoshta kjo i bën një restorant brenda shtëpisë. Dhe këto i bën mikeshat që të vinë, po mos haro pastaj që na pëlqen ndonjëherë që të rim zbathur, të jemi me tuta, që të shijojmë mirë verën, që po u bëm tape dhe të flejmë gjumë dhe Anila, më fal, kjo është fati mirë apo fati keq që ke shtëpinë dhe vinë gjithë mikeshat sepse ke shtëpinë aty? Jo, unë e quaj fati mirë sepse unë çuditërisht jam pëlqen pjesa për gatuar. Që e vogël kam pasur shumë, jemi rritur me njerëz dhe kam investuar për këtë pjesë, domethënë nëse dikush unë them investim jo në para, investim në kohë, domethënë që edhe kur mikeshat e mia janë në përpunrat e tyre, unë i bie telefoni dhe mjafton të them si jeni, më kam marr malli. Plus kam disa mikesha që kam periodike që pa 2-3 herë çaj në javë, absolutisht se e mendoj që mos t'i takoj, dhe pastaj ditën e diel sigurisht që janë 3-4 familje që ne jemi, që bëhemi që janë të ftuara, në mos një javë po një javë jo, e kemi të sigurt që mblidhemi. Ndoshta kjo ka filluar në këtë moshë, sepse kur isha sigurisht që kur isha e re, fëmijët ishin të vegjël, përkundrazi doja ndonjëherë të rija jashtë shtëpisë, në maksimum më të merronte shtëpia të shkoja brenda vetëm kur mendoja që do kisha 2 fëmijë që do filloni njëri kërkonte këtë, tjetri këtë, dhe mua më duke sigur largohesha nga detyrimi i të qenurit nën dhe rija sa më gjatë në atelje. Po pasaj ma gjetën Chelsea, mi sillnin fëmijët në atelje. Kjo ka bërë në faktin, sa individualist je. Unë jam altruiste në pjesën e investimit social. Megjithatë, perceptimi që kam ngelen prap. Gjithmonë kam qenë ndryshe. Kam qenë që e vogël. Unë kam pasur të 2 gjyshet me shtëpi private dhe bile jam rritur bashk me një xhaxha. Ishim të 2 vëllezërit, babi dhe xhaxhi, gjysha me gjyshin dhe shtëpia ishte me obor dhe kisha edhe një xhaxha tjetër. Ai ka qenë diplomat karriere përpara demokracisë dhe ishin të ikur dhe të ndarë fëmijët, një pjesë jashtë, një pjesë këtu, një pjesë në konvikt, po vinin te gjyshrit e tjerë. Dhe ishte një gjë shumë e bukur, më kujtohet. Po kjo ishte e bukur për ne, por nuk ishte e bukur për prindrit tanë. Sikurse edhe sot. Sot unë i kam oraret fleksibël për sa i përket punës, por i kam shumë të ngarkuara.
Dhe realisht, ndoshta, atëre ka qenë më mirë për sa i përket kësaj pjese. Që vërtet njerëzit kishin atë orarin e punës. Punonin dhe të shtunën nga ora 8 në 4. Mundësia e transportit ishte shumë e kufizuar, nuk ishte mjete private. Ishte një autobus të Unazës dhe një tjetër Tiranë Kino Studio kombinat që ka qenë. Por nuk ishte trafik, kishte edhe kjo avantazhin e vet. Nuk ishte atë stres që marrim ne sot. Sot ke precipitime të tilla që ke një destabilitet, sot nuk e shtet. Aktualisht në këtë situatë që jemi, pa kaluar në politikë. Kemi familje, s'ka gjë. Jemi shumë të stresuar. Korrupsioni të bëm veten. Siguri nuk e, shumë herë. Të kesh një vajzë adoleshente dhe ta shoqërosh në përkurse siç ndodh. Unë duhet ta çoj unë, o im shoj se unë jam me gjak të prishur. Nëse unë jam jashtë shtëpisë dhe larg dhe nuk kam merak. Edhe diversiteti kulturave, edhe lëvizjet nga zonat rurale këtu, qoftë nga zonat të tjera urbane. Pra ka ndryshuar komplet. Ka ndryshuar komplet. Kjo ka ndryshuar. Dhe ti je i stresuar, sot je milioner. Mua më ka rënë shumë pjesa e biznesit. Që ka ardhur jo për shkak të mungesës së aftësive të kapaciteteve të mia ose të stafit. Ka ardhur për shkak të korrupsionit, për shkak të nepotizmit, për shkak të krizës financiare në Shqipëri, e cila është shumë e dukshme dhe duhet të deklarohet. Edhe po su deklaruaj, deklarojmë ne. Unë kursej sot më tepër se kurseja para disa vitesh, sepse ka gjithmonë një pikë pyetje. Djali im jeton në Itali, shkollohet atje, unë shoh se si ka rënë Italia, shoqëria italiane. Më besoni, kam miq italian, ish bashkëpunëtor, kam familjarë të tjerë të cilët më thonë, Silva, të vinë në Shqipëri, para 3 ditësh një italian që është biznesmen informaticien më thotë, dua të vinë në Shqipëri. Si janë? Po prapë restorante çoj ato, nuk do vinë në shtëpi. Jo, në shtëpi mund të vi. Jo, një mik i tillë i ngushtë, kam dhe miq të tjerë vinë dhe në shtëpi. Vinë dhe në shtëpi, po kjo nuk do të thotë që do vi gjithmonë në shtëpinë time. Edhe për etikë dhe për edukat, sepse dhe atje kam qenë në shtëpi, por kam qenë një herë. Me 100 herë kam qenë një herë. Është e gjitha një marrëdhënie komplekse. Kaq, nuk ke mundësi, thjesht. Unë dua të vi në shtëpi, të fshi tualetin, të vesh tuta të rira. Ti sa më rehat. Po Moza? Jo, unë jam atë që ti ftoj njerëzit në shtëpi. Nuk më shqetëson. Moza, di çam po përshtypjen tek ty për shkakun se nuk duket sikur të përdorin çik ta fisit që ti gatuan mirë të. Edhe të përdorin, thonë, me Samiri bën ti këto gjëra të vim ne, po ndërkohë që dhe pazarin e bëj unë dhe unë i them, më na sillen në një verë me vete se unë kam një kështu që mban verat edhe bëra kastiles nga që viv dhe ne te vera jemi. Ajo mbarohet, e them, dëgjoj mos më esni pa verë, se tjera ti mbuloj vetë, nuk e kam problem. Është normale tani kur të gjitha të gatim. Çfarë kënaqësie ndjen kur gatuan për kaq shumë njerëz? Dëgjoj, unë se do të kesh një kënaqësi që bën se ka. Prandaj më ajo është këndvështrim, është edhe jam ikpritja, është brenda teje, nuk është se ajtë son s'kam kohë, kam qenë dhe s'kam pasur kohë, domethënë deri vonë, po një fundjavë e kam përdorur, kam gatuar, kam shkuar njerëzit. Edhe ajo është kënaqësia që ti i bën vetë. Dhe i thua, po këtë kam bërë kështu, këtë kam bërë ashtu, kënaqen ato, si i bën ti këto. Ta bëj qefi dhe shpenzimi është. Dhe shpenzimi është, se thonë për shembull që unë them që është pozitive që akoma të përdoret shtëpia për mirëpritje ose të vinë të jetë një familje e madhe, sepse është pikërisht është Leo Boscaglia, është një nga psikologët italian që në Amerikë jep shkollën lëndën e dashurisë që askush nuk e, domethënë ai e shpiku si lëndë dashurie, ja dhan për të mësuar studentës se çdo thotë të dashurosh, dhe të dashurosh nuk është thjesht të dashurosh një individ, po të dashurosh jetën, muzikën, artin, dhe ai mund të thënë që i mëson shumë kësaj pjesës familjes, thoshte kur ne jetonim në një shtëpi të vogël, kur tualetin e kishim shumë afër kuzhinës dhe kur ne mbanim radh motra me vllajin për të futur në tualet, ne ishim më mirë me njëri tjetrin, më të dashur me njëri tjetrin, komunikonim shumë më tepër dhe më të lidhur. Dhe unë do thoja të paktën të gjithë të mundohen sa do pak të krijojnë këto ambientet familjare, qoftë edhe mirë me shokë me miq, po të paktën me njerëzit, me tezet, me fëmijët e tezës, me kushurinë, sepse po shohim që njihen mbas 20 vjetësh ose njihen vetëm nëpër Facebook. Dakor, po është një gjë që ndodh rradhë. Unë po thuaj se kushurinë e parë i kam jashtë, i kam në Itali, në Gjermani, në Amerikë, në Greqi. Po thuaj se të gjithë, më besoni. Ky është fat i mirë apo fat i keq? Ky është fat shumë i mirë. Nuk bezdisi, nuk vjen në shtëpi. Jo, kam shkuar dhe më kanë ardhur. Ka ardhur vajzë xhaxhajt, kanë ndenjur 10 ditë këtu për prindërit e saj. Po kur i pret në shtëpi apo i çon në hotel? Në hotel jo, kanë shtëpinë e tyre. Po nëse vi një në që nuk ka shtëpi. Nuk ka bërë vakim të njerë të flej njëri në shtëpinë time, sepse duhet të vit instalohet 10 ditë. Jo. Ka ardhur, me kënaqësi, ka ngrënë një darkë, ose
nga grupimi i kushurimeve Pra do i paguash hotelin, është më mirë. të parë nga mami ose nga babi, edhe në këtë unë kam pasur përkatësim time. Me këtë goxhaxhaj e kam një çik për shembull, unë kam në Rubiera, është afër me Modena dhe Bologna, kam 2 kushurira të para. Në Bologna kam 2 të tjera, në Riccione Ravenna kam 2 të tjera nga mami. Dhe më besoni, kam shkuar maksimumi, sepse më shlutur, e kam kuptuar. Kam shkuar dhe për punët e mia dhe për turizëm, më shlutur më ka thënë, jo Silva, mbarove punët e punës, do rish në hotel, absolutisht, do flesh 2 net, 3 net ke unë. Por, në 2 vajzatezësh, tek njëra kam shkuar, më ka bërë një pritje madhështore, është dhe më mirë me financat, një vilë të bukur me pishinë e tjerë, do me thënë një deluxe vërtet. Dreka dhe Darka, 2 herë që hëngra atje, dhe kisha të 2 fëmijët. Atëherë ishim kur i doli djali shkolla, mora dhe vajzën dhe ndetëm gjatë një tali gati 1 muaj. Mirë po, asnjëherë nuk më tha fli këtu, po as kisha ndërmend. Ndërkohë që motra e saj tjetra, ne kemi, ne themi, me shumë dashuri më priti, po kuptoj standardi financier, goxha i mirë, po pak më i ulët, dhe ajo absolutisht do rish këtu. Ne do bëjmë gallat, do gdhim gjithë natën, do bëjmë muhabetet tona dhe ashtu ndodhi. Varë me këtë hadhe muhabetet e kjo pjesë. Njëra që ka mundësi financiare dhe më të mëdhaja, ka më deluxe. Kjo nuk ka të bëj, është gjithçka koncept. Më ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Amandat kafen shkonin e pinim në qendër të Modenës. Sepse ajo e shijonte ashtu, por dhe unë e shijoja. Mos këto mundësitë financiare do ndryshojnë dhe mënyrën se si ti do i presh Ja, me motrat që vijnë nga Amerika e kemi. Në shtëpinë time do flihet një natë. Do bëjmë gallat motra. Natë 2, 3, 4. Jo, por rin ke mami. Mami ka shtëpi shumë të madhe. Dhe instalohen atje. Ndërkohë që njëra është amerikane, burin amerikan, tjetra e ka burin shqiptar, po jeton andej. Ajo ka dhe shtëpinë e saj dhe ku ishte dhe me verën, pavarësisht se të ndarë në një ambient të madh. Ka dhe nostalgjin. Njeriu ka nostalgjin dhe të mobiljeve. Nuk është. Vi, më rim një natë. Kaq, ngelet këtu, mblidhemi të 2 motrat vinë ke unë edhe unë, bëjmë gallatën e rastit, pastaj njëra vjen që mund të ri vetëm ajo tek unë dhe tjetra, po kjo janë 3 ditë, 3 net gjithsej në 3 javë. Në Himar ka ndodhur e njëjta gjë. Atje kemi bërë shumë gallata, qefre, dance, rinim dhe jashtë. Atje bënim barbecue, vërtet. Po ta mendosh gallata më të mëdha janë bërë brenda shtëpisë. Bënim në shtëpi. Po, por kjo gjë nuk mund të përsëritet çdo ditë. Absolutisht se, sa vinë për plazh, edhe unë dua të bëj plazhin tim, dhe tash çdo ditë unë të bëj pazaret, qoftë edhe me ndihmën e tyre, edhe të gatuajmë të bëjmë jo. Unë kam një hotel ngjitur që ka restorant, është vërtet një shtëpi time, 70 metra. Jam kliente atje, unë edhe kur s'kam këto, me familjen time, jam pothuajse çdo ditë në restorant Drekën, dhe ç'bëjmë? Shumë herë marrim karkalecat, peshq, gjëra, paguaj hakun e punës për pjekjen që më bën, në zgar, kuptohet blej verën, birën, sallatrat, gjithçka tjetër, dhe ai ka interes këtë një klientë të tillë. Unë jam gjithmonë atje me miken time Moza Ahmeti, kemi shtëpi, Moza ka 2, unë ka 5, ajo me vajzat mblidhemi. Vjen dhe dhëndri saj nga Italia, djali im vjen nga Italia, bëhemi një grup, vjen dhe shok të djalit ose 2 shoqe të vajzës, dhe vërtet bëhemi goxha veta. Dhe kënaqemi në këtë formë. Në shtëpi po, Silva do ham sot ke unë, ose Moza do ham sot ke unë, është gjë tjetër. Po që tjetë e përditshme, është e pamundur. Ndërkohë, Moza, zakonisht njerëzit frekuentojnë restorantet pasi duan të provojnë diçka ndryshe, diçka që nuk e bëjnë dot vetë. Ju, duke qenë se i bëni të gjitha gatimet e mundshme, a ju shkoni herë dëshira për të shkuar në restorant? Apo ky është sekreti pse i mblidhni gjithmonë në shtëpi, pasi gjithmonë keni universitet? Unë për shembull, duke qenë antare kësaj shoqatës dhe domethënë shumë nga shefat janë miqtë e mi, ato me kënaqësi presin restorantet e tyre. Unë ndonjëherë dhe diklindet e mia me një rreth shoqesh i kam bërë restorante sepse ka qenë dhe dëshira atyre, hajde Moza bëhet e ne. Por që çdo gjë provohet në restorant është tjetër gjë, shërbimi e këto. Po kjo është shtëpi, domethënë. Por pse më duket mua sigur ushqimi që bëhet në shtëpi ndryshon dhe në shije nga restorante. Është më i pastër, është më Jo, ne më dashuri. Tamam, dhe më dashuri. Anila, më kujtove maman time kur i them e ke bërë kaq të mirë, e ka bërë me dashuri mua. E dua. Dhe atë kamarin që rrotullon atë shishën. Po jo mirë, po jemi dakord jam në restorantin. Unë kam është një motivim ti je krehur, e veshur. Të jep një dinjitet në një formë tjetër. Unë kam punuar për shembull, kisha zyrën në një resort, domethënë aty e kisha tek resorti sepse i përkiste motrës time, dhe unë dreka ime, pushimi drekës ishte në restorant, dhe kishte ardhur këtu, nuk dija çfarë, edhe restorant peshku. Moj vdes edhe unë të hapa tullxhanat mbushur në shtëpi, edhe specat e mbushura, sinqerisht, ose të bëj një menu franceze që nuk e gjej këtu në asnjë. Jo, më tepër është fare, shiko, problemi është jo tek diçka ndryshe.
ndryshe. Problemi Por ka dhe restorante të mira. Problemi është që ti jep dhe merr dashuri dhe me atë që ke ftuar, është tregon më që je më afërt. Pastaj un kam këtë për shembull, un jam tipi më, unë nga që punoj në atelje, tërkohën, ndonjëherë më lind dhe aty nevoja të ri zbathur dhe të punoj zbathur. Gjë që tek ne në Shqipëri një stiliste presupozohet patjetër që duhet jetë Si zbathur, super shik. Zbathur në dysheme? Po, zbathur në atë moketi që unë kam Pataka, sepse pataka, sepse dua të më dhënë që Mi ndjesi ta pataka, kem. po me shapka, me pandofla? Jo, zbathur në çorape. Mos e bëj këtë gjë. Me çorape. Mos e bëj se rritet një numër. Absolutisht, është rritur. Dhe unë fatmirësisht vi nga një gen, domethënë se ne edhe në përplazh në vitet tona rinim dhe zbathur në rër dhe këmba ime super elegante. S'ka të bëj fare ajo. Problemi është këtu që Ta njoh se e kam fare. Problemi është këtu që unë jam shumë e lodhur me të qëndruarin kështu e veshur, domethënë që ndonjëherë më lodh, se nuk janë 8 orë, janë 14 orë dhe 16 orë. Dhe kur në shtunë dhe të dielën unë e presupozoj kështu të jem me tuta, aqua sapone, domethënë pa tualet, pa gjë, mundësish sigurisht vetëm me gjëra praktike dhe të mos ngarkohem, domethënë. Po kjo varet sepse vi nga një mënyrë jetese shumë e ngarkuar, nga një mëngjes të ngrënë në atelje, drek në restorant, mundësish edhe darkën e anim diku afër, po kjo ka zgjatur prej 15-16 vjetësh, domethënë një strapacim, se kam shijuar as pak familje, nuk kam shijuar atë rritjen me fëmijët dhe më mungon shumë kjo pjesë dhe tani mundohem ta rikuperoj dhe sigurisht që janë dhe pjesa do thoni rikuperoj me fëmijët. Po fatmirësisht unë jam bërë edhe krushkë, si quhet, krushkë edhe po, edhe kam martuar vajzën. Urime Nila. Kështu që më bie domethënë edhe familja ime është shtuar. Është shtuar dhe më pëlqen djalin të parë. Dhe më pëlqen shumë kur më vjen vajza me dhëndrin çdo të shtunë, çdo të diel, ose Ju gatuan po sigurisht është kënaqësi vërtet shumë e madhe që ti gatuaj, që të ta kënaq. Ata ndihen shumë mirë, në fillim ndiheshin çik si të në siklet, sidomos dhëndrit, ndërsa tani vajza ime një ditë sikur je dystuar më duket i tha tani. Me këtë që më the Nila mora vendim, vajza më ikën dhe Kështu që jo, është ka parë zoti vërtet. Jo, është shiko, edhe unë në fillim e mendova boboça po ndodh kështu, sikur po plakem, absolutisht. Se Silva do të vitë dhëndrin në shtëpi shumë bukur dhe i gatuaj dhëndrit. Kam përshtypjen që jam... Edhe dhëndri restorant? Jo, raciste vogël, ato dhëndrin sa shumë do t'a dua, që do më dashuroj vajzën. Luma i që do jetë dhëndrim. Jo, është... Po nuse në Silva? Nuse do t'a dua, pa diskutim. Pa diskutim, vetëm një gjë kam deklaruar, që ditën e parë që do fejojnë, nesme nuk kanë të bëjnë me mua. Katin e 2 do t'ja lë djalit, 3-in e dua për vete. Prap nuk e do më shtëpi? Jo, nuk bëhet fjalë. Është më mirë, më beso. Mua më pëlqen familja madhe. Do t'i gatuaj unë apo teta, po. Vetëm që s'duan, jo, mua më pëlqen familja madhe, unë prandaj bëra dhe shtëpi trekaqe që t'i kem gjithë aty. Kam dhe unë, po. Pavarësisht që e di që ato do ikin vete, po unë do doja edhe Ndërsa Silvës ka pëllin ndodhe kundërta. Silvës do i ndodhje kundërta. Silva do që t'ikën edhe aty do i rinë. Nëse do iki refugjat, do iki vetëm po më ndodhi kjo. Jo, unë i dua fëmijës shisha ndodh, tani shisha ndodh. Për ditë një në javë, por një në javë ju duket shumë e lodhshme që të fton një mikesh dhe ndërkohë ka një shtëpi trekaqe që mua më duket kur ti ke një shtëpi trekaqe, më duket se kur ti je robi asaj shtëpie, sepse je do edhe po të kesh pastruese, do rish, do menaxhosh katet e këto. Kur jeta më komode është ti kesh gjërat shumë afër, shumë pak, mos shpenzojnë kohë dhe të merresh me veten. Në më thënë, tani, ju meni përsipër gjithë tonë dhe mos marrësh përsipër pasaj një drejt dhe një darkë. Unë prandaj them, ajo është çështje e brendshme mikpritja, sepse unë kam shkuar në shoqe që kam pas një shtëpi shumë të vogël, një tavolinë të vogël dhe ne kemi ngrënë darka, dhe shijuar, e di që kënaqësia kundër kësaj dhe unë e bëj. Po nuk e përceptoj dot që ka shtëpi e vogël. Më besoni që kënaqësia më e madhe është kur i ke gjërat afër në çdo këndvështrim. Konvejenca është kur i ke afër e percepton tjetrin më mirë, kur e ke afër e prek e shijon më shumë, kur i ke afër po edhe perfeksioni, mendoj të lodh. Perfeksioni dhe monotonia janë lodhse dhe vrastare shumë herë. Unë më beso, i kam hyp makinës, ja kam fut një alamet darke dhe dreke, po, me peshkun e bunës në Shkodër, me mozën.
kemi fjetë dhe në hotel, kemi dhe një mikun ton të përbashkët. Këto gjëra i bëjmë të gjithë, se nuk do të thotë që ne rimetëm në shtëpi. Në atmosferën shkojmë po Gradec, njerë t'ikin Durrës, njerë t'ikin Vlorë. Po vetëm në shtëpinë tënde jo? Jo, në shtëpi jo. Moza është në shtëpi sot për Vetëm Moza? Po. Okej. Po pastaj për Kam edhe një mos tjetër, isha pardje për drek, ishim te Villa Go. Jo mua. Po jo, nuk ishte ke shtëpia. Nuk ishte ke shtëpia. Ishte një lajt dreka, e thjeshtë e mirë. Edhe në shtëpi, absolutisht. Po thash, është një gjë që nuk mund ta bëj çdo javë. Di çfarë më bën për shtypje, për shembull, ti ke shumë miq që i ke të huaj. Ata vinë në Shqipëri. Normalisht, me ato restorante do të kenë ardhur më të hundës atyre. Po, hotel restorant, një darkë të mirë do ta në shtëpinë time, një darkë shumë të mirë në shtëpinë time, edhe një drek nëse ata mund të rinë 5-6 ditë. Kaq, mbyllet këtu. E njëjta gjë përsëritet atje. Unë ha gjithë kohën në restorant me ta, ndonjëherë pra i shoqëron për restorante, por në shtëpi mund vinë vetëm një herë për të provuar kuzhinën. Një herë, 2 herë në 5 ditë. Unë them që kjo është traditë. Kjo nuk është javë, absolutisht. Varet se si e rritur. Domethënë në familjen tonë nuk kemi pasur shumë dhoma, por meset ishim shumë më mirë ndoshta se të tjerët që i kishin të vogla, dhe mamaja ime gjithmonë kishte një dhomë për miq. Ajo ishte dhomë me mikut. Ishte me 2 krevate tek, normal. Me 2 komodina dhe ishte dhomë me mikut. Ishte pa diskutueshme. Po që aty vinin miqt. Por ajo na edukoi me këtë gjë, domethënë ne ishim 2 motra binjake dhe pothuajse një herë në muaj mamaja ime do bënte sakrificën që të hiqte të gjithë mobilerin që ishte dhoma e pritjes, atëherë ishin stil minimalist dhe hiqeshin kollaj nga dhoma, do më thënë ishin të leta, e boshatiste komplet, shtronim tavolinën e madhe, muzikën dhe gjithë klasat tona vinin aty dhe bëhej fest, vetëm në shtëpi tona. Këtë e vetëm prindrit e mi pothuajse e bënin, sepse prindrit e tjerë nuk konceptoheshin që të lëronin një dhomë dhe të kërcehej roku ose muzika tjetër e huaj që ishte ndaluar në për. Dhe unë mësova me këtë, ose për shumë ne mblidheshim, ose mblidheshim dreka darka me fisin dhe me të dhe kërciste tavulla, zarët e tavullës, për tërë natën, haj, pije, pa në një impenjim, po vetëm loze një grup loste letra, një grup loste tavull, sa vetëm ankoheshin komshiët pasaj, sepse... Jo, edhe djemë të një unë të gatimet, mami. Jo, të gjithë mami, nusja vlajt, më kujtohet mami të gjithë angazhoheshin. Që ishte shumë ikpritse, po unë vim nga një familje vërtet bipolare, në sensin, familja e nënës time, nga Dibra, tezet e mia, unë kisha disa teze. Nuk ishte kjo tradit, shkoja flia rrallë në shtëpitë e tezeve. E madhja ishte pa fëmishën qik më borgjezja, kjo. Por kur shkoje, kishte një mikpritje të jashtëzakonshme, por nuk ishte shumë tradit që të flia rrallë të tezja e madhe, sepse më falte shumë dashuri, më kishte mbes të preferuar. Bile, ne fëmijët e mami tim ishin qik si më afër tyre dhe i shoqi. Ajo kishte një vilë të vogël për kohën, po atër ishte gjë e madhe, etjerë. Por në përgjithësi, ky mentaliteti ishte, dhe ke gjyshja ime Dibrane, që ishte një nikoqire dhe një aristokrate, nuk di që të them. Kishte element që mbaj mend në lagje, thuaj, ajo është një qik borgjeze. Vinte nga një familje një qik e pasur, me ca sekuestrimet për ona, me ca florinj, me ca... Por ishte të mersisht mikpritse, por nuk ishte tradit që të shtroheshin dreka darka të hashin të kjo gjysha. Jo, rrallë, që të mblidheshim të gjithë flasë. Kurse, të gjysha e mamit, gjysha e babit dhe gjyshi, atje ishte, do të them, palla rapi o sariu. Mblidheshim të tërë në obor, një rëmuj, po mbaj mënd, edhe Xhaxhesha, nusja Xhaxhaj që e beraci, po të mersisht mikpritse, qytetare nga ato këshu, dhe mami ishin gra të lodhur, më beso. Dhe konsidero që ishin gra për kohën të privilegjuara. Unë do thoja këtë gjë. Kishin komoditete në shtëpi. Në fakt, ishin të lodhura. Tradita e shqiptarit është, unë di që familjet më fisnike, më të pasura dhe ato familjet më me emër kanë qenë ato që kanë qenë bile në kufi dhe kanë pas shpinët e tyre i kanë pas pothuajse han, do më thënë, flasë për prisni, për cilni dhe i kaloni në kufi. Do më thënë, familjet më fisnike dhe më me emër kanë qenë familjet që pristin dhe ju jepnin dhe ushqimin mikut, udhëtarit, jo mikut, po udhëtari hante, flinte, i jepi dhe ushqimi të nesme dhe i thuaj një shpreje, një fjalë që të kam mik, nuk e di, një shpreje, do më thënë që si për të ruajtur besën ose misin. Dhe do thoja në bas të kësajt, do ishte shumë mirë që të gjithë, si të them mund ta
të bëj një përpjekje ndoshta që të bëhen më mirëpritës, se nga mirëpritja nuk ka asgjë të keqe. Që edhe në sensin shoqëror je shumë afër. Unë do të thosha Mila, sepse jemi larguar shumë e njëri tjetrit. Edhe mi që janë të rinj, 26 dhe 24 vjeç, ato vinë shpesh shoqëri e thonë, mami ti mos u shqetëso, unë shkoj flen ka dytë, kanë katë e parë ato vëndeve, lozin me letra, ato shoqet kanë sjell ose kanë gatuar në një gjë vetë. Unë nuk marr vesh fare çfarë bër dhe kur çojmë në mëngjes, oj gjej gjithë shtria aty te këndi e kështu, po. I them vetëm ulenin çik zëri dhe na lat pa gjumë se komshit nuk është se dëgjojnë, po që lozin, diskutojnë, bëjnë dhe barbekue jashtë, me nxina aty, domethënë nesër është komplet e zesa. Moza, çfarë pëlqen më shumë miq kur vin nga ju, nga ushqimet që gatuan? Kë kanë preferuar që t'ju bën gjithmonë, nuk i mungon. Për shembull, unë nuk i bëj tradicionale sepse ato nuk e duan. Domethënë duan diçka të veçantë që ta provojnë. Kështu që unë i bëj ato që di vetë, domethënë fantasitë mia, varet. Me këtë rast pas prindave ti marrë Mozës në një menu. Recetë, po. Varet, ai Instagrami na ka prish shumë punë, se unë bëj në një gjë nxjerr, kam filluar kam kohë që s'po nxjerr, edhe fillojnë ato pyetje. Bësh biznes, Moza shit recetat. Mbase. Ban autorsin. Po duan, nuk e duan, tek mua, të paktën nuk duan tradicionale, vetëm krushku. Ai do vetëm ushqim tradicional dhe më them këtë, mos e pritni se është problemi në shkollë. Po ndërkohë, a ka ndonjë organizim të veçantë për shembull të tavolinat, të serviset? Patjetër. Kur fton njerëz në shtëpi, kur ftoj, unë kam 2 kuzhina gatimi, prandaj them, atë nuk e prish ratin tim. Unë kam një kuzhinë vogël që gatuaj për familjen, dhomë vogël gatim, ngrënie. Këto në katë parë unë mbaj gjithmonë servise tjera që janë për miqt. Biles 2, një për që është për këto rastet, jo Krishtlindja, vitiria, një që është për ditë për miqt, do me thënë për ditët që vinë miqt. Biles dhe veranda të raca ka e në të tjera, që i ka më kollaj aty. Po mi, këto mbledhet familjare Anile, e fuqizojnë miqësin kur i mbledh apo... Sigurisht, po themi për këtë me familjen, dhe tash ti për shkakun që unë vajzën e kam larg shtëpisë, në momentin që ajo vjen një fundjavë, unë kam mundësi të flas me këtë. Gjithmonë ushqimi të bën më komunikativ. Ta afron dhe ti, po, dhe ti shprehesh lirshëm, thua të vërtetën, çuditërisht. Mbas një shishe verë do thuash gjithmonë të vërtetën, mendoj. Kështu që kjo të bën domethënë që të ndihesh më afër, edhe nena ka ngel edhe si edukat, nuk e di, dhe them që shumica e familjeve shqiptare kanë këtë. Nëse ti nuk je në një tavolinë të rrumullakët shumë afër me njëri tjetrin, ti nuk ke se si të komunikosh edhe me fëmijët e tu. Domethënë është shumë mirë kur atë kohën e ushqimit ti ta shfrytëzosh për të pyetur si kalove në shkollë, si shkon me shoqen, çfarë bëre sot. Sepse tavolina është e vetmja gjë që ti mund të takosh dhe të flasësh. Po ne kemi humbur kohën sot me këtë pjesë, ne ata brenda 4 mureve. Ka një gjë, ka një diferencë cilësore. Ne kemi ndryshuar për shkak të rrethanave. Duhet konsiderojmë, kemi qenë pothuajse me mundësira të njëjta dhe shanse të njëjta përpara 90-s. Pritshmëritë ishin pothuajse të barabarta dhe të njëjta për gjitha familjet. Sistemi ka ndryshuar totalisht. Dinamika e zhvillimeve është e tillë që ka precipitime ndonjëherë të papritshme për pritshmëritë e tua. Individët aspirojnë absolutisht për objektiva krejt të ndryshme. Shkallja e rritjeve, dimensionit dhe brenda një familje është e ndryshme, tek fëmijët ose tek bashorti, ti ke rritje tjetër. Surprizohet. E para, e dyta, shkolla e vajzës masdite, djali paradite. Drekën do të ante më shpejt dhe vetëm. Unë, oraret e punës time ishin të tilla, futeja nia në ratë, unë mendoja të mbaron çdo ganimin këtë orë, absolutisht jo. Jeta akademike janë shumë gjëra. Im shoq e njëjta histori. Aq më tepër që djali studon andjej, për një vit më shkon vajza dhe ditët janë vërtet shumë të kufizuara që familja mund të jetë bashkë. Pra kur ne nuk bidhemi ata 4-5 veta që jemi brenda. Duke konsideruar dhe stresin e javës, timin të bashorit të fëmijëve, edhe kurset gjatë javës, ke edhe kurset, sepse do lidhe në mod kjo e kurseve. Dukesh një çik kështu që mund ta flasësh shumë mirë atë anglishtën, po jo se është në kurs. E ke çuar fëmijën dhe në kolegj privat, e kam çuar dhe në kurs, sepse nuk kisha pritshmëritë që duhet të kisha për pagesën që bëja etj etj. Ta lëm këtë pjesë më njanë. Pra, edhe thjesht për të hequr stresin, sepse çdo udhtim është një histori, unë ngelem me këtë. Dhe ti nga çdo udhtim mëson dhe heq stresin. Është shumë e vërtetë ajo që thot Nila, shumë herë në fundjavë dhe unë jam veshur shumë thjesht. Me tuta sporti, me xhinse, më pëlqen njerëzit që më kanë klientë më njohin. Vishem jashtëzakonisht me stres është shumë thjesht, sepse ka restorante luksi, kur shkoj në restorante luksi, kryesisht preferoj darkën, ose për eventet që je detyruar, të vinë të uajtit ke tjetër format të punës, ose ke një format elegant,
mua më pëlqen shumë merë dhe në fundjavë të shkoj, të pi një drink, të dëgjoj muzikë në një night. Pra është knajësia jote që përjeton Si atë përdor të mënyrë. fundjavën cila për të blerë me familjen në shtëpi? Jo, e kam shumë herë kur bie shi. Okej, do të bjerë shi. Por duke qenë se kam dhe lodhje dhe stres, dhe shtëpia më hases bën kohën, jam në kompjuter pothuajse çdo natë deri vonë e tjerë, shikoj shumë edhe median, shqiptare, po dhe median e huaj e ndjek, më pëlqen shumë të marr informacion, më ndihmon, më bën të jem mirë, kështu që e dua televizjen, e dua të hyj pas asaj makinës, të ndroj shumë herë dhe qytetin, qoftë edhe një të shtunë të diel. Unë them që është kjo, unë kam pas fatin e madh që fëmijët e mi janë rritur me gjyshe. Mund të them kam pas një pasuri. Sepse të rrisësh fëmijët me gjyshe është pasuri. Gjë që ata mungesën e dashurisë që mund ose vëmendjes që se merrnin nga unë se unë isha shumë e zënë me punë, e merrnin nga gjyshja e tyre. Morën edukatën, formimin, ushqimin, ngrohtësinë, dashurinë nga gjyshja dhe mund të them që kur e humbëm gjyshet, në vjerën time, ne jemi ndjerë vërtet si peshku pa ujë, të gjithë në shtëpi. Dhe më shumë mund të them që isha dhe unë. Sepse thoja si do t'i vë tani këta, t'i drejtoj, sepse ishte mësuar që i drejtonte ajo. Do thoni çfarë drejtimi vërtet, ajo nuk mund t'i fliste për anglishtën ose për matematikën për kursin, po i mësonte dashurinë lëndën më të bukur, mendoj unë. Ose ja jepte në mënyrë intuitive, në mënyrë organike. Dhe qëndrimi dhe fatmirësisht kanë pasur gjyshen më elegante, më të bukur në botë, mund të them, një grua me shumë kulturë, që vërtet ja u trashëgoi në mënyrën që unë si jam lodhur as pak me fëmijët e mi, të bëj të pamundur. E vetmja gjë që ju mungon atyre është pikërisht të mbledhjet, sepse ajo i ftonte nipër, mbesa, unë që isha nusja shtëpisë, ne mblidheshim. Paradoks është po dhe në një dhomë me kuzhinë, kemi mbledh disa veta. Mos tek ju si është periudha drekat, darkat, mundohet të jeni bashkë në familje? Jo, edhe ne, se djemë punojnë, janë ashtu, im shoq po, e dihet puna juaj si është. Kështu që nuk para mblidhem në drek, unë qëlloj gjithmonë që ai drekon, sidomos mes palestrës, dua taj them atyrat, ne duke bërë ato stretching dhe ndëshme të haj njërtëm, pas taj flasim. Të të qëllon nuk jemi bashkë, po të shtunave djellave. Pra të shtunë djellë që e shfrydzoni që të mblidheni. Kur ata nuk dalin, përgjithësi jemi munduar që të paktën të kemi një ditë nga fundi javës bashkë, do me thënë me ashtu. Përveç darkave që do mblidhen pra keni gjithmonë një shtëpi që gumëzhin nga zhurmat? Jo, boshe kemi shpinë, sepse janë në punë të gjithë. Boshe kemi qëlloj darkat e shty vetë. Dhe një fundjavë nuk është e mjaftueshme. Jo, boshe shpia. Nuk është e mjaftueshme një fundjavë, shumë pak, që të mblidhesh me familjen. Kështu është bërjeta, ka dhe një gjë, se kemi bërjeta kesha, unë kam shumë. Por, grupi Mikeshave që kam, nuk është se ky grup është formuar nga i njëjti grup, ka të njëjtën origjinë. Ka në këtë zonë, me Najadën kam të tjera muhabete, me Mozën kam të tjera, me një tjetër mod, X, Y. Pra, nuk kam një grup që ka të njëjtën fizionomi, dhe nuk kam një grup që aspiron, edhe pse janë gjitha gra intelektuale akademike, që aspirojnë për gjëra fundamentale, nuk kanë të njëjtin koncept, qoftë dhe për familjen, qoftë dhe për fëmijët, qoftë dhe për jetën në përgjithësi, vizioni nuk është i njëjtë, ose është i njëjtë, po jo 100% në të 100 pikat. Dhe kjo krijon diversitet brenda grupit. Kështu që të tjera konfidenca kam me X mike dhe të tjera. Dhe për mua është e pamundur, natyrisht, në evente siç është rasti i ditëlindjeve, ose në një diplomë akademike që unë mund të marr, ose në një sukses biznesi, ose në një event familjar, janë të gjitha shkojnë mirë me njëra tjetrën, po unë nuk është se kam siç ka Nila, dhe kjo është fakt. Jo, arti i bën të tërnjëlloj. Arti, unë kam përthuajse Mikesha nga fusha artit, dhe në art janë të gjithë. Ndryshe, kanë profesione të ndryshme. Se janë Mikeshat e gjimnazit, pikërisht pra, të hadhe kohë njërë dash me njërë unë them që është fundamental koncepti për jetën dhe vizioni për jetën që ka gjithë secili. Se edhe unë me miken më të ngushtë, siç është rasti i Moza Ahmetit, do të them për mua është mike më ngushtë, sepse me të aspirojmë për të njëjtat pritshmëri, pothuajse, edhe pse shumë herë kemi polemika shumë hot, që kemi një diversitet që normale, si në çdo shoqëri që ka debate të mira. Por jemi funksion komplementari njëra tjetrës. Pra, unë në disa pika e mbështes Mozën, jam më e fortë, në disa të tjera është ajo. Se ka bëmi pjesë. Kemi ardhur në fund bisedës dhe unë kam nxjerrë konkluzion shumë mirë, kushdo që të frekuentoj restorantin,
do t'i ketë shoqëri me ndërkohë kush do shpinë do të kaloj Kush do shpinë pa me nga dajti të Anila pastaj. Njeriu nuk mund të trokasi. Në derën e shtëpisë time është një rregull. Nuk mund t'i biesh zile. telefonet para. Edhe erdha. Dhe më prit në filan restorantesh përgjigja. Më falni dhe një gënjeshtër e bardhë ndodhe edhe pasere. Për qenë e sinqert, nga unë kur nuk ja kam ngjen, edhe të më vinë 3 me Mos e thuaj sirve se do ta kuptojmë, pastaj do ta marrin Ka që vesh. dera sa të është ai siri më. Okej, unë falenderoj shumë që ishit në studio, ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit juve. Okej, normal, as diskutohet. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Miq dashur, kemi ardhur në fund programit, mirupafshim.